Presidenti Donald Trump ka mbështetur varësit e tij në aferën e rrjedhjes skandaloze të planeve të luftës nga ana e administratës amerikane, por ka përforcuar edhe qëndrimin e zëvendësit Vance në lidhje me evropianët, duke thënë që evropianët janë parazit, kanë qenë të tillë prej vitesh. Zëvendës presidenti amerikan raportohet se kishte thënë që urrente të ndihmonte Evropën dhe e quante atë patetike. Trump mbrojti këshilltarin e tij Mike Waltz, që gabimisht kishte ftuar në grup një gazetar, edhe pse pranoi se ka patur një shkelje serioze sigurie në administratën e tij. Sipas Trump, këshilltari i tij për sigurinë kombëtare ka mësuar nga gabimi dhe është një person shumë i mirë. Prania e gazetarit në grup, shtoi ai, nuk ka patur asnjë pasojë në operacionin ushtarak. Vet Waltz ka pranuar gabimin, po ashtu, sipas tij, rrjedhja e informacionit sekret është diçka e sikletshme dhe se do të bëhet një hetim i plot, por ai ka nënvizuar se nuk e njeh gazetarin e shtuar gabimisht në grup dhe as nuk e kishte numrin e tij të telefonit. Sidoqoftë, ai ka marrë përsipër përgjegjësinë. Unë kam krijuar grupin, puna ime është që të sigurohem që çdo gjë është e koordinuar, tha ai, duke pranuar se ai kishte menduar se bëhej fjalë për dikë tjetër.